Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të Madhnuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjet e shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dhe besimtar, sot jemi në këtë ditë madhështore, në këtë ditë veçantë për neve si musliman, në këtë ditë feste, edhe tani posa e falim namazin e sabahut, dhe jemi në pritje të namazit të Bajramit. Është traditë e kahmëtshme që këtë periudhë të pritjes zakonisht me kalu përmes një ligjërate ku janë të përmbledhura disa porosi, udhëzime që kryesisht kanë të bëjnë me rastin e festës tonë, kanë të bëjnë me ngjarjen që realisht mbi të ndërtohet edhe vetë festa që sot kemi dalë me e festu. Andaj përsa jemi të prit në pritjet e kohës që të falim së bashku namazin e Bajramit, unë dëshiroj rastin që në këtë periudhë kohore të përcjellësoj mesazhe udhëzime që shpresoj të jenë të dobishme dhe të japin kuptim edhe më tepër festës tonë. Të nderuar dhe besimtar, e kemi përmendur në raste të ndryshme dhe ky është një kuptim që nuk duhet asnjëherë me harru, se në fenë tonë, në Islamin që Zoti na ka dhëruar me të, çdo udhëzim e ka kuptimin e vet, e ka arsyeën e vet, lidhet me diçka të caktuar. Nuk ka asnjë udhëzim që është tek ashtu veç, sa për të kërkuar nga ne të bëjmë diçka. Edhe festat e kemi të ndërtuara mbi urtësi, mbi kuptime, mbi lidhje të ngushta mes ngjarjeve të caktuara, që realisht është me një anë fest, po me një anë është edhe një burim edukativ për neve. Qashtu është rasti me Fitr Bajramin, që e kemi pas Ramazan, po e njëjta është edhe me Kurban Bajramin. Ky Bajram të nderuar ndëlidhet me shumë gjëra. Mirë po, në kuadër të krejt atyre gjërave që me to ndëlidhet, e ka marrë epitetin Kurban Bajrami. Në këtë fest kemi të bëjmë me kurbanin. Kurban nuk është ngjarje vetme që ndëlidhet me këtë Bajram. E kemi haxhin. Haxhi është më i madh se Bajrami, se kurbani, domethënë. Haxhi është më i madh se kurbani, për shkak se haxhi është shtylla e Islamit. Sikurse është namazi, sikurse është agjerimi, zakati, haxhi, janë 5 shtyllat e Islamit. Në krye me dëshmin la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Po ja që se ka emrin Bajrami i haxhit. Në këtë Bajram ka lidhje edhe fjalimi madhështor që e ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë ditë. Është përshëndet me besimtarët në fjalimin e ditë fundit, po se ka marrë as me këtë rast emrin ky Bajram. E ngjarje tjera që ndëlidhen me këtë Bajram, por që gjitha këto ngjarje kanë met në hije dhe ky Bajram e ka marrë emrin Kurban Bajrami. Krejt njerëz që shto e dinë atë. Krejt njerëz që e dinë. Bajrami i Kurbanit. Do të thonë që në këtë Bajram ne thirrim kurban. Andaj me që ky Bajram ndëlidhet me kurbanin, unë dua që, sikur që e përmendëm më në kohës që kemi, që flasë diçka për kurbanin. Jo për aktin e therrjes, jo për mënyrën e therrjes. Nga si tashmë ai që ka vendosur me therr kurbanin e ka caktuar dhe kurbanin e vet, e ka caktuar kush ka me therr, këtë të puni ka kryej. Nga se veç mas faljes së Bajramit fillon edhe therrja e kurbanëve. Por diçka që ka bëjmë më tepër se kaq me kurbanin, me historikun e kurbanit të ndërruar dhe kuptime që ndëlidhen me kurbanin, po edhe disa dilema që qarkullojnë
në lidhje me kurbanin. Ka disa dilema që njerëzit ko pas kohe i ngritin në raport me kurbanin. Qoftë në aspektin njerëzor, qoftë në aspektin social, ekonomik, e kështu me radhë. Fillimisht të nderuar vëllezër, kurbani në aspektin historik është shumë i hershëm. Është shumë i hershëm. Ku daton historia e kurbanit? Në Kur'an e gjejmë se kurbani të nderuar vëllezër daton nga koha e Ademit alayhisalam, njëri të parë. Ne jena mësuar me dëgju kurbani me Ibrahimin alayhisalam, është vërtet, edhe me të lidhet, po para Ibrahimit alayhisalam ka qenë, domethënë, i njohur që në fillet e historisë njerëzore. Kurbani ka qenë në kohën e Ademit alayhisalam. Thënia e kurbanit në kohën e Ademit alayhisalam ka qenë e njohur. Dhe kanë thënë kurban për raste ndryshme dhe gjithashtu kanë thënë kurban për raste të kontestimeve të caktuara. Qështu Zoti u ka shpall, i ka udhëzuar Allah i manduar. Kur kanë pas dy palë mos pajtim, domethënë ka qenë traditë e kohës së Ademit alayhisalam, fillim të njerëzimit atje, që dy palë me thënë kurban. Pastaj ka ardhur një zjarr nga qielli, edhe kurban ati që e ka marrë ka qenë shaj se kjo ka mirë. Qështu i ka nda punë. Tash nuk ndodhë që ashtu. Tash nuk vjen zjarë, ma zjen kurgjë, ka marrë fund e punë. Por në atë ko ka qenë qështu. A në dy bejta ati me dalizëm kam pas një loj kontesti me zveti. Dy vlazën, ka që në të vek s'ka pas, as kushere, as me gjallahër, Ademi e Sam dhe djemë të ti. Tani është shumu njerëzime. Fillim kanë qenë vetëm Ademi e Sam dhe gruja ti Hawaja. Pastaj bijtë e tyne dhe bijat e tyne, e pastaj njerëz janë shumu, e nda në fise, e në popuj, e në kombe, e kështu më ratë, sikur se tashmë, është e njohur si nda njerëzit. Po në fillim, qysh ka fillu njerëzimi? Ka fillu me Ademin e Sam. Ata Allah e ka kryu mas pari, pastaj nga Ademi e Sam ka kryu Hawa në gruan, e pastaj për atyre dyve kanë fillu me ushtu njerëzimi. Dy bijtë e Ademi që nuk dim në atë cilët janë ata. Por, Kurani flet për dy bijtë e Ademit. Ku Allahu xhallahu ala thot, përmendet i rastin e dy bijve të Ademit. Çka rasti tyne? Kanë pas një mos pajtim. Kujt i takon një çështje e caktuar, am takon mua, am takon mu. Dhe cila ka qenë tradita me thirr kurban. Kanë thirr kurban dytë, edhe kanë paraqit. Ka ardhë zjarri e ka marrë kurbanin njën i zla, tjetër se ka marrë. Pse? Ke që ke pasë, se ki mirë e ka kë. Qështu jënë da punë në të herë. Dhe këtu pastaj ka fillu një histori, do më thonë, me kurbanin një histori shumë e mirë, për pas kurbanin një histori shumë e dhimshme. Përshka këse këj vlau që nuk ju pranu kurbani, nuk pat mundësi të pajtohet me realitetin, nuk u pajtu me realitetin. E kapi gjelozia, e kapi inati, e kapi arroganca, dhe në vend që të rishikon qëndrimin e tij, në vend që të mirët me punët e tij, me problemet e tij, e kërcënoi vllahun e vet ta, unë kam të vrati, le aqtulennek, kam të vra. Vllai i tha, nëse ti çon dorë me mua, nëse çoj dorë kur me ty. Don apo kuptoni tash pse u pranu për njëun të pse u për se njëri është puri mirë, ishtë devat shumë. Tjetëri ishtë arrogant, ishtë zliqar, andi Allah si aprejnë kurbanin për me bëtë tërbije, me eduku, për mirësahu. Por do njerëz, i qenë Allah shajat mjaftushme, për mu përmirësu, i qenë sprovat saktuara, për mu vedisu, e ka njerëz që nuk vedisuan, fatkecisht. Dhe Allah Gjalleva që ka tha, innema yataqabbalu Allahu minel muttaqin. Allahu pranon nga devat shmit. Domthon nuk është pranimi i kurbanit si pasojë e ndonjë intervencë të Ademit alayhis salam, absolutisht. Tek Allah s'ka intervenca. Nuk është si pasojë pse njëri është më i bukur e tjetri s'është i bukur. S'kështë të bëjë me këtë fare. As me pamjen e tyre, as me ngjyrën e tyre. Ç'është është me zemrën e tyre. Njëri ka zemrën e pastër, devotshme. Kishte frikë ndaj Zotit xhallal xhelalu. Tjetri nuk është i tillë. Andaj Allah nuk ja pranoi kurbanin.
Apo shenë të ndrozër, kurbani sa thellë është në rënd të historisë njerëzore. Dhe shikoni përmes kurbanit, sa të vërteta kanë dalë shesh. Allah ka bu kurbanin sebeb që më shfaq shumë të vërteta, shumë kuptime. Allah ka mujt me shfaq të ndërnozër, gjitha këto që i përmena, ka mujt me i shfaq forma tjera, ka dash që të bëhet përmes kurbanit. Pse? Për në të reguar se kurbanit e Zoti ka vlerë. Allahu e dan therrën e kurbanit. Prandaj dikush del e thot, therrja e kurbanit është akt i pamshirshëm ndaj kafshës. Do më thonë, nuk keni drejt me e therrë kafshën, për shkak se është e drejt e kafshës me jetu. Në rregull, po kush e ka kriju këtë kafshë? Allahu i mënduar, ai është krijuesi. Nëse ju zbesoni në Zotin e mënduar, atër çështja është më e madhe se vetë kurbani. Do të më bëjë më vetë për punë tjera, jo për kurban. Nëse besoni në Zotin se është krijuesi, atër vetë ai krijues kanë thonë që kjo është krijesa jam, ju kom bo halal me hongër. Prandaj na dim çka është kurbani. Kurban është një dele, një dhi, një deve, një lop, po s'mos më bu kurban çka dush për kafshëve. Për shembull, falni, po a ka mundësi me qenë kurban një macë? Ja, zban me thirë macën, ndalum është, për këse mishi i macën nuk hahet. Andaj nëse e thirë macën, veç e ke mytë, pa lidhje, pa kuptim, se Zoti që i ka kry macën e ka ndaluar. Në shika, diçka thirëm, diçka s'thirëm. Ato që Allah e ka pregadit si ushqim për neve, ne e thirëm, përshka kësë është dobit njerëzimit. E Allahu Gjallahu Ala duke na lejuar neve që ta thirrim kurbanin të ndrozër, na të regon se njeriu është krijesa e përzjedhur në Allah Gjallahu Ala. Allah e ka përzjedhur. Dhe qështu ka qenë gjithmonë historia, e natyrshme ka qenë qështu, apo kuptoni? Njerëz qështu kanë zhvillu gjithmonë, kur s'ka pas dilema. Dhe dilema që dalin sot nuk kanë roj, nuk kanë bazë, nuk kanë përputhje me natyrën njerëzore. Gjithmonë kur e kanë pa dikon të e therrë një dele, për shembull një lop, a janë çudit njerëz, çka jo të bëj? Jo, e kanë ditë se normal është, në natyrshme kon. Sikurse për shembull të ndërozë. Me pa një njeri të hipur në kalje, a çuditësh? Jo, normal është. Po me pa një kalje të hipur njeri çuditësh apo s'është kjo për nuk është kjo normale apo? Me pa njeri të hipur në lop, a çuditësh? Po, lopa s'është e krijuar me hip. Lopa është për punë tjera. Apo shihni, këtë Allah i ka rregulluar edhe ne i kena pranuar natyrshëm. Prandaj kjo është natyrshme, kjo është natyrshme, kjo është natyrshme. Çdo ndërhyrje në natyrshmëri është realisht edhe një dalje nga binart e historisë njerëzore. Kështu që kurbani ka të bëjë me historinë e njerëzimit që nga fillimi. S'është kjo çështje me Muhamedit sa, më vjen shumë vonë. 10 mira vite para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me mira vite para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë kurbani pjesë e jetës së njeriu. Është therr për arsye të caktuara. Sot e therrën për diçka, atëherë thirrën për diçka, nuk ka më rëndësi arsyeja, më rëndësi është akti. Akti i therrjes së kafshës së caktuar ka qenë gjithmonë pjesë përbërëse e jetës së njeriu. Prandaj Islami na ka mësuar që na jemi pjesë e këtij karavanit të gjatë të njerëzimit që gjithmonë ka qenë i udhëzuar përmes udhëzimit të Allahut mënduar. Udhëzimit të Allahut mënduar. Dhe thirrja e kurbanit të ndërruar Zot besimtar, në atë kohë sikur që përmana, ka treguar devotshmëri, që për neve krahas mësimit të kurbanit së është thellë në rënd e njerëzimit, na tregon se edhe përmes kurbanit Allahu na ka mësuar se çka bën Allahu dhe prej kujt Allahu pranon. Prandaj të ndërrozë Allahu gjithmonë nga robi pranon. Po robi do të më shikoj pse s'po pranohet ka erë duaja. Ne themi për shembull e lut Allahun, po s'po përgjigjet Allahut. Allahu nuk di pse s'po përgjigjet, nuk din.
Ja, do shme ditë dikon, se dikon është një defekt. Kurban në mëson të ndërruazër se asë një herë nuk mbetet premtimi i Allahut pa u zbatu. Allahu na ka premtu se nëse e thirim, ka me na u përgjigj. E ka do thirrje që ne kena bu, ka xhamati ai s'u ka përgjigj. Ku do të më kërku fajin? Te devotshmëria. Te përgjigja jote Allahu te barekuhu teala. Atë ka thirë Allahu xhallahu ala në shumë vende, sa ju ke përgjigj. Që shtu besimtari merr mësim. Shiko, kurbani bëhet një mësim i madh, se çysh duhesh ti me i kuptuar ngjarjet e jetës tone. Çysh duhesh me komuniku me Zotin tënd? Përmes kujt e ke marrë mësim? Përmes thirrjes së kurbanit. Prandaj vllau i tha vllaut vet, "Inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." I tha Allahu pranon vetëm nga devotshmit, që i bie se çure punën tonë vllau, diçka si në rregull. Përmirësohu, përse të Allahu s'ta ka pranu. Si të përmirësosh, herën tjetër Allahu ta pranon. Dhe në vend se më marrë me vetën e ti, në vend se më marrë në problemet e ti, në vend se më marrë në përmirësimin e ti, u marrë me vllaun e vetë. Dhe fatkeqësisht e vrau vllaun. Kjo është vrasja e parë në tokë, që ka ndodhur. Vrasja e parë në tokë ndërlidhet me çka? Prapë me kurbanin. Në çfarë kontekst lidhet? Kush ka në vrau? Ai që thirrri e u pranua, ai që s'u pranu. Kush vrau? Prandaj të ndërmozë kurbana tregon se ky rregull, kjo dispozit, ky simbol fetar ka filluar me njerëzimin. Në mësoj se njerëzit e devotshëm kanë thirrë gjithmonë, njerëz të mirë. Ata që Allah i ka dashur kanë thirrë kurban. Dhe në mëson gjithashtu të kurbanit të ndërmozë se ata që thirrin kurban, ata që për Zotin derdhin gjak, nuk derdhin gjakun e insanit pa faj masanepër. Prandaj, nuk duhet në të dhimt kafsha kur therët, nga se nga therja e kafshës përfitoj njerëzit. Qatë kafshë e therrim na të ndërruzët, qka ndodh me te? E hajmë njerëzit. Me mbeturilet e asaj të therrëre që nuk hajmë na, kush përfiton? Kafshët e tjera. Përfitoj s'prish punë. Në nga pjesë të mbetot kurban me qitë mish macës, a ban, s'prish punë. Hajnë tjera të kafshë, ato qka ti hanë, e hanë, qka ti nuk e hanë, përfitojnë tjerët. Prandaj nuk ka këtu vend për me vajtu për një kurban që therët, por do të me vajtu për një njëri që vrahet. Që historia në mësën kurbani, apo? Nga se aj që e theri kurbanin, aj e bërea që Allah mësaj, e aj që se preu kurbanin që shduhet, aj e vra vllaun e vetë. Po të kishte mu marë që ky vrasi me kurbanit i që shduhet, s'kish me vra vllaun e vetë. Për e theri e kurbanit të ndërëzër e ka dhe simbolik, ka simbolikën e vërsimit të gjakut të njerit, se gjaku njerit është i shenjt, nuk ban me dirë gjaku njerit katë poshtë për pjetë. Sot a kemi gjak të derdhët njerëzve poshtë për pjetë, pa fajshëm. Ja shikoni të ndërëzër vllaznit tonë në Gaza, ja rahat, çlirë, apo kemi ardhë me falë Bajramin lirshëm. Por të në këndë sigur se mas Bajrami sa kanë me arrit me uru një për Bajram nga se ka mundësi ndë një raket gjysën i merë, gjysën i lena. Apo? E që të e për më të dhimt, kundër që ti gjenocid jetë mirë me quzonin, e me folë, e me ragu, jo për kafshën që është mirë që njështë të hajna. Andaj botë është mrapshtu, fatkeqësisht, e qajnë e vajtojnë një qenë, apo e mirë athmija tje kur s'ka kur shikon ato. Andaj, Islami në mëson që më këthim binarët e duhur njërzor, natër shumë, me ditë njeri është aje që dimësët, njeri është primar, njeri është më kryesori, pastaj duhet edhe kafshë mirujt. Shikon e për kurbanin për me therë të ndërlozër, nuk ka veç mëte, jo nuk ban, po duhet mënyrën më të mirë të mundshme me e therë, ku i del gjaku edhe në mënyrë të letë përfundon kafsha, pa e mundu.
Nuk lejohet me munu, nuk lejohet me torturu, edhe kafshën. Lene mu njeri në përë. Po nuk mund asë njerë të ndërruzë, me gjithë respekt për kafshën, me rujt, me kujdes, me ushqy, por asë njerë kafshën nuk mund me qenë me e vleshme se njeriu. A ka mundësi? Në përën. Përshë a bën nëse jemi në situatë, jam i vra 10 qenja 10 njerëz. Qërët me e vapën? Të ndëme asë me vra. Po kur bjo për njeri është gjithmonë jetë ati është e pa kontestueshme. Dhe Islami na ka mësuar me vlerësu gjëra që duhet. Për me shkafit, për me shumë simeve, një nga ato është edhe thash thirrja e kurbanit. Njeri me kurban mëson shumë sana. Kurbani në shkollë vetë nuk ka thirrje një thirrje akt, hajde përfundoj të marrë mish në shkumë. Jo, ka mësim aty. Për shkak se historia e kurbanit është mësim në vete. Është shkollë në vete. Vetëm nëse marrim nga Ademi alayhis salam, mos dasim për vazhdimin e kësaj historie edhe tutje. Stacioni i radhës në historinë e njerëzimit, kur bie fjala për kurbanin, padyshim se është stacioni i pashmangshëm, i patikalueshëm, stacioni i Ibrahimit alayhis salam. Mes Ademit alayhis salam dhe Ibrahimit alayhis salam ka mira vite. Ka me 10 pejgamber që kanë kalu. Ata kanë thirrë kurban? Pa dyshim se po. Kanë thirrë kurban. Mirë po, stacioni i radhës pas Ademit e son, stacioni i madh, i rëndësishëm është tek Ibrahim alayhis salam. E pre aty tani fillon edhe me marrë kahjen e caktuar thirrja e kurbanit, që tash edhe ne jemi të orientuar në këtë kahje të thirrjes së kurbanit sipas asaj që ka qenë te Ibrahim alayhis salam. E dini të ndërrozër kurbanin në historinë e Ibrahimit me çka lidhet. E pam kurbanin në historinë e Ademit me çka lidhet. Edhe mësime që mund t'i marrim. Ndërsa në kohën e Ibrahimit nuk lidhet me dy vllazër. Nuk lidhet me kush është i devotshëm. Nuk lidhet ku t'ja për në Allah të vare këta, nuk lidhët me këtë. Me kjo e shumë tjerë lidhët me Ademin alayhis salam. Me Ibrahimin alayhis salam çka lidhët? Lidhët gatishmëria e besimtarit që t'i nënshtrohet Allahut pa rezervë. Çka nuk kupton kjo të ndrozën? Që Islami është fe e logjikës. Islami është fe e arsyes. S'ka diçka për shembull këtë fe që është të vëllaj, pësa është dion e ma që është ja, ka dalë se e dim që është, e dim pësa që është. Të ndërëzër, Zoti që këna besun të, Allahu që këna besun të, kush është? Për shembull nëse i merë të tjeret në pyetje, kush është Zoti yt? Edhe e merë një musliman e pyet kush është Zoti yt? Cili do ta prezanton Zotin tamam, komplet, që shtë e kanë? Muslimani. Të ndërëzër, Zotë du të me konë Zoti, për me konë aj që i besojmë, aj që i nështrojmë, du të me konë mas pari i gjithdishëm. Nuk me konë në i kryes me edhishme se Zoti. E zbanë. Për shamë, ne i besojmë këti Zoti, pse i besojmë këti Zoti? Po i besojmë këti Zoti pse është i bukur. Ama i dishëm nuk është shumë, ama i bukur është. A ban? Ja zban. Ai du të me qenë, ai du të me ditë krejt, që ata o Zot. Se për me ditë diçka këna njerëz në tokë, ka dietar, ka shkencëtar, di shumë sana, që aty një po i besojmë, që aty një po i nështrojmë, apo? Po ja së që ashtu. Ai Zot që na besojmë te, du të me koni gjithdijshëm. Ai Zot që besojmë te, nuk ban me harruaj, që me harru. Tek Zotët e tjerëve gjeni, ka dhe edhe tek librat e mëdhaja që kanë zbrit, po që i kanë deformu dhe deviju, me ndërhyrje nga ana njerit, e gjenë që Zoti flanë. E gjenë që Zoti harran. Tja beson me në Zot që flanë? Për shamu të ndërëzëm. Kur themi na me lutë Allahun, me bo dua, a ka kohë caktuar me kur duhet me lutë? Termin me marë.
Hoxha ja u donë terminin, ti më zgabo me lutë para dyve, se është një unë tani. Apo, se tani pështilën, a ka termin të ka Allahu te barekuta. Jo, s'ka dhe, s'ka. E luti njerëzit në çdo kohë, me çdo gjuhë, me shumë kërkesa. Gjithë Allah i dëgjon, i kupton, i mbledh dhe ju kthen. Po që ata o Zotaj, ti thua qyshaj, po s'di, se unë me di çka kon Zoti, po s'jam. E kuptuat? Në Islamin na mëson që Zoti është i veçantë Allah. Ai din gjithçka. Gjithçka din ai. Wa ma kana rabbuka nasiya. Zoti të harran, nuk harran. Çfarë Zoti më harru? Çfarë Zoti më gabu? Ne gjejmë në librat e feve tjera, çka gjejmë? Që Zoti ka pas mundje me një pejgamber, ai pejgamberi e ka rrezu Zotin atë. Ti që Zot kur e lexon, e don? S'mush me dashur Allah. Çu e ka rrezu njëri Zotin, po çu Zoti hin mundje me njërin. Sta përmbush zemrën, nuk i përmbush kërkesat të tua për Zotin, apo? Ama kur të lexojmë për Zotin Kur'an, i gjithfuqishmi, i gjithpushtetshmi, që dominon, nuk e mposht askush, i mposht ai të gjithë, krejt i furnizon me për gjithë kujdeset, të gjithë i dëgjon, të gjithë i sheh. Atë çto dashnia për këtë Zot, të lumë na për Zotin ton. A çështo? Andaj, nëse ke besu në Zotin, ç'është duhet me besu në Zotin? Sa i gjithdijshme, ai e din të s'din. Kur ai të mëson diçka, e kërkon prej te diçka, a ndodh me i thonë që, malla çdo duhet me këshyrë se s'po di, a bëva kia? Tash ti ke besu që ky din krejt, unë s'di. Tash ky që i din gjitha po të kallzon që shmeja bo. Në këtë situatë tash, ç'është kemi bo? Po dihet, ato e ngaj, shtire kam ballë në ashta. S'u vjen fort let, ama duhet me krye sa e din më mirë. Tash e ke thonë që s'duhet. Tash e ke po që s'duhet. Edhe pse Allahu xhallahu te ndrozur, do të thonë, këtë gatishmëri të nështrimit të pa rezervë, na ka mësuar përmes Ibrahimit alayhis salam. Por pastaj na ka mësuar Allahu te barekuhu teala se në atë që Allahu kërkon, gjithmonë është mirë për ty. Kur për Allahun xhallahu ala s'ka as mirë as keq, aty si duhet kurrë, as e mira jona as e keqja jona. Kërkoj nga Ibrahimi sa me therr djalin e vet. Në ëndër përsha, duke e therr djalin e vet. Ëndrat e pejgamberit janë hak, jo si ëndrat tona. Pejgamberi kur sheh ëndër është lloj shpallje, çashtu do të më bëj. Andaj tha, o birjem, inni ara fil manami anni adhbahuk. Jam të pa ëndër që po të prej. Të pa ëndër që po të therrë. Një herë, 2 herë, 3 herë, duhet me po këtë punë. A therët djali me Allah. Nësë këtë djali ka pas mas sa vjetës ka pas mi, po edhe me pas edhe i 15 me konë, i 20 me konë, djali është pjesë që s'le ka venin zemër të prindit. Edhe i kërkoj me e therë kurban, kanë djali në vetëm. Qëka tha djali? A përshin shkolla e nështrimit, edukata e adhurimin dhe Allah të manuar. Apo lip Zotit qështu? Po. Ka thonë, ja ebeti faal ma të omër. O bab, bëne ato që po urdhnuash. E din Zotit pëse të ka thonë ato. E kuptuar? Djali po jetë babës. Kush e ka mësu Ismailin, alayhis salam, qështu me thonë? Kush e ka mësu qështu mund nështu? Kush e ka mësu? Ibrahim e sa. E ka mësu besim në Allah xhallahu ala. Ata kanë qenë të bindur se ato që ka Allah për e kërkën është e duhura. Qaja është më nësi. Që ka ndodhë pasoj nuk e dimna. Dhe posa, si kurse ka arë përshlimin Kur'an i dhem shumë, posa e ka ullë në dëgjoj, edhe ja ka afru thikën, e ka thirë Allahu, ja Ibrahim, o Ibrahim, le djallin se. Allahu s'ta ka falë me therë, Allahu ta ka falë më knaqë me ta. Po, zavënsim për këtë therë e ki, kurbanin. E ka sjellë në dash që e ka therë simbolik tash për therë në kurbanin si sheje,
në nështrimin dhe Allah të manduar. Pra të ndërvozër, kurbani është shkollë që na edukon për me ju nështru Zotit tonë që këna besun tonë e që dim edhe bindu njemi sa është i gjithdishëm e i gjithfuqishëm me ju nështru para zirë, pa vonesa. Shikata ndërvozër, kjo është shkollë e madhe jetësora, kjo është shkollë e besimit. Sa ka obligime që e dim se kemi bërë, që ka themi, kismet, njëtë e këmbo isha Allah, pa që shjo. Ramazan në arshëm, haqin në arshëm, bajramin në arshëm. Pra sa ka njerë që e din se kanë obligime i falë 5 vakte. Po me gjithat e shtynë, se më hojnë, muslimanin në ta, besimtarin, po nga neglijenca. Ka motrat tona që e kanë obligime u mbulu, e din, po që edhe pak që e shtynë se di, a i duhet shkolla e kurbanit këtë tyne, e shumë tjere, po. Ibrahimi e nuk tha, i vogël për Allah, le të rritet pak të një këshyrim isha Allah. A tha qështut? Ja nuk tha, po mirë nëzni, kush e ka më mirë? A na që i vonojmë punë të Ibrahimi e që qpejt dhe kemi kry punë. Mos u gut pak Ibrahimi e po gut është pak ko Ibrahimi, ka dalë pak. A në rikën mi thonë qështut, Ibrahimi të alësëm? Ja, s'mosh mi thonë nëzni. Ja, sa e ka po duhurën. Dhe më thonë, vënesat të një problematike. Nëzitimi është kërkesë e besimit. Kur e kupton se diçka e ki obligim, nga kërkesë e besimit është të shpejtosh në zbatim, nga se që të ali besimi, nëse ke besu në Allahun që është duhet. Allahu të barë këtë të nërëzëm, sa e kërkon diçka për neve, gjithmën e kërkon brenda mundësive. Ndë ardhja kurbanit në vend të djalit ka qenë, tregua se gjithmonë udhëzimet e Allahut janë përputhje me kërkesat e njerëzit. Asnjëherë s'është jashta kërkesave, asnjëherë nuk është jashta mundësive. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allahu askë nuk e ngarkon për të mundësive, askë. Për shembull të ndërlozëm. Me fal sabon, na falëm bashkë. Sa na mor? 60 minuta, 5 minuta, me falë sabana. A është e mundshme një njeri me i falë 2 rekate falë sabat 5 minuta? A është e mundshme? Pa e mundshme është. Nëse Allah kishë me kërku që sabahu më u falë 3 orë në komë me rajtë, që kështë të bo? Ishën falë. Pa i nuk e banë. Nuk në ngarkon për të mundësi, se i dinë Allahu gjallë ora mundësi tonë. Pra ndaj krejt që ka Allahu ka kërku për neve, kjo është bindje jonë që bërën nga besimin Zotin gjallë vala. Krejt që ka Allahu ka kërku nga neshtë mbrenda mundësive tona. Sa herë një kërkes është jashtë mundësive, nuk është kërkes. Për shamu të ndërëzëm. Unë të është mi u thonë juve këtu. E kemë dërme më nërtu një gjamit madhe. Andaj tonë du në mjep ka 100.000 euro. Qa thushte? Allah, si kam, si ki, se me të dush mi prua. A është fejën që shto? Si ki. Si ki asë një euro, asë një se ki. Krejt njetë që ju në falë bajramin, a therin tonë kurban? Jo s'therin, si ka këtë mundësi. Do në bje, s'ka mundësi, bje në obligimi. Veç, me mundësi, zbatohet kërkesa. A përshenjë që do në gjithë me mundësi. Fejën është fejën lehtësimeve të mdoja. Nuk e ngarkon njëri unë kohë me lëmë vetën keqë. Sa njerës kanë që përshku në haqë? Po s'munën. Si kanë mundësi përshku në haqë? A denohen? A qërton? Kur njët vetë. Me gjithë një në gjami të na që i ka bo makia 80 vjetë. Edhe kur në haqë surkon. A mundën me i thonë, qysh më se kona që për 50 falësh, a mundën me i thonë? Jo s'munëm, se si ka punë. Në s'ka qërtim, jeshtë ta mundësive. E kush në mësën këtë bindje, kush? Kurbani. Nga se kurbani ka ardhë, zavendësim për djalin, se me e thirë djalin s'është e mundshme. S'është e mundshme. Me e thirë kurbani është e mundshme. Pra ndë Allahu Gjellewala e ka largu ato që nuk është e mundshme dhe e ka zavendësu ma atë që është e mundshme. Dhe krejt feja jo në qështo. Krejt që ka në islam të ndërmës është e mundshme.
Në momentin kur një obligim të ngarkon për te mundësive tua, në kuptim të asaj që e rëndan dhe e vështirëson jetën tonë, e rrezikon jetën tonë, pasurinë tonë, shëndetin tonë, duhet me rishiku se ka zavendësim për ty diçka tjetër. Ka zavendësim. Aty ku s'ka zavendësim, gjithë nuk ka mundësi. Po nështë na s'po kem qef pak me urënua, me qikaq. Pandaj të ndërozëm, gjitha këto duhet besimtarë me kuptu dhe me qeni gaqën për me unushtru, me kuptu qëfar feje ka, qëfar feje ka. Kër Allah e kërkon me falë 5 kohët e namazit të ndërozëm, kjo është lehtësim. Pse o lehtësim? Po, nëse dikush e matë namazin, se sa ja prish gjumin edhe rahatin me shok, mund më aron kjo punë. Po nëse matë namazin me rrugtimin e jetës ti, në këtë botë, në botë të të kupton që namazi e lehtëson shumë rrugën. E lehtëson shumë rrugën. Prandaj do njerëz ka njerë fatkeqësisht të ndërozë, nuk e kuptojnë realitetin e jetës. Se kuptojnë realitetin e fesë, s'din çka është besimi. Nuk din ata çka është besimi, nuk din çka i bën me besu në Zot. E çka bujnë? Kishe po dalin për fesë, e pëndrojnë fenë, se eron Islami. Eron, varet për kanë, varet që kupton. Po, ai që e ka marak, alkoholin, edhe së nërnën pa ta, po, ai mund mërnu pa ta, po ai mene që së nërnën pa ta. Islami është eron për të se. Islami nuk bën kurfar kompromisi me alkoholin. Ai që është mësu me fitu pa njerëz, duke vije dhe me korupcion, e u mësu me fitu me fëmijët të caktume, Islami është për të eron, se i thët, ka fshatën halal të adu se s'dvohet ka bod namazi. Po, me njerëz duhet. E eron është për të valla Islami, po është e vërtet. Për njerëz të pastër, me ndërgjit pastër, për njerëz që dojnë besim, asnjë nuk është i lehtë. Asnjë nuk është i vështirë, po është i lehtë. Me shikojnë të ndërlozë dhe sot në përbot, njerëz që po e parajnë Islamin. Nga çfarë pozita shojnë? Nga pozita të favorshme ekonomike, intelektuale, sociale. Kush po ishte më musliman? Zorja, dhuna, parja, jo, sa të pare kanë. As kush jep, po kërkesa e vazhdueshme për me qetësu shpirtin me besim të duhur, e të pastër, me besim që i përshtatet kërkesave, nevojave dhe mundësive njerëzore. Andaj po e gjenë Islamin. Andaj të ndërë Islami me kurbanin në ka mësu, si kurse në ka mësu me shumë udhëzime tjera, në ka mësu Islami përmes kurbanit se Islami me shfe që përshtatet me natyrë njerëzore. Është fe që përshtatet me mundësit njerëzore. Por mundësit tani dallojnë njerëz i lexojnë. Dikush për shembull thotë, edhe për Bajram më ardh, po të vallë s'ka mundësi, se merr gjumi. A duhet më pranu me këtë tiflaj se s'ki faja për. Ja, edhe na u dosh ka pak me jek, nështë s'ka flajt mirë natën, po u dosh me për gjumë në orse. Punë të mirë nuk bon bash, është të kalaj. Pa sakrifikua pak Paulu, këtë mentalitetin e sakrificës, mentalitetin e gatishmëris, edhe për punë të rona, kur janë të mira e të kërkuara, ne mëson kush? Kurbani. Ne mëson kurbani. Shiko së mësime i kemi të ndënu vëllezër të kurbani. Shiko së udhëzime është për mbledhje të kurbani. Domthon që vetëm në aspekt historik me marr ani sa na rregullon jetën, na organizon jetën, kuptimi i drejti i kurbanit të ndërorganizëm. E sa ka me vojt për kurbanin, e ka met edhe pa kohë deri në kohën e Bajramit. Mirë po, edhe për të kësaj kohe, ka që ka më u thonë për kurbanin. Pse po e përmeni këtë fjallë të ndërorganizëm? Po du më ju thonë që nuk është thjesht veç një thikë
që vendosën i kafshën fytë dhe u kry punën. Nuk ka që ashtu. Jo, kjo është akti i fundit. Po, para këti akti dhe pas këti akti është një shkollë edukative që në mësohemi, e edukohemi, e rikujtohemi, e formohemi, e përmirësohemi në frymën e saj. Çka është kurbani? Së është vestjesht, hajë që aty për thërëm, jo? Shiko së mësime, shiko së udhëzimi është. Edhe në kuptimin historik, edhe në kuptimin social, edhe në kuptimin human njerëzor, edhe në kuptimin e përmirësimit, e solidaritetit, e sakrificës, e shumë vlerave tjera që realisht ngërthehen mbrana thirrjes së kurbanit. Çka është feja jonë? Feja madhështore, feja që ta ushqen mendjen në shpjegimet nga gjitha anët. Nuk lën zbrast, nuk lën huti, nuk lën megulli, nuk kërkon për të mundësive. Përndaj është feja e Zotit. Për shta feja e Zotit? Sa e din mas mire qka mundëm na, qka na duhet neve. Një ullu njerëzve ndorë këtë qështje, kështë me kun kasë. Po Allah ka caktu, du të me thirë, këtë bakti, ka që është mosha, që është të mja bu, ka që ka morë fund. Nga mësimet e shumë të atë ndruzër që mund të përmenim nga kurbani, është edhe mësimi që njeriu atje përmenet ti nënshtrujt Allahut me një herë. Në kuptimin e zbatimit të me një herë shumë. Nga se është i bindur besimtari se aja kërkesë është në përputhje me natyrën dhe mundësit e njeriut dhe është në dobin e njerit. Kjo rregullin i madhë që ka me fejnë tonë. Mirë po, ka një çështje tjetër të ndërmëzën për te i kësaj, që e kuptojmë përmes kurbanit, po e kuptojmë përmes shumë udhëzimeve tjera fetare. Cila është e? Se Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur u shpall njerëzve diçka, nuk i konsulton njerëzit që shpothunim i abo. Nëse njerëzit kanë lëllë e mendimesh, unë e menoj, ti menon, ata menojnë, apo edhe ku ishkon feja, kur kun heq. Mu qut ashtë na, për shambull, edhe me përshtat fen, që shkeni qef jo. Për shambull, mi vetë juve, gjemat në dërum, kur po thunë me falë bajramin, dikur të ka 9 sate që ashtu. Dikur të jolla 9, sonë e kom e shku, Prishtinë kom do akreba, kanë 8. Të të jolla se herët 9 sate, mas 12-ve, jesën po u falë. Apo? Me na vetë neve për shamu, kur po dëni me ngjinu, që po dëni me ngjinu? Dikur është të po ngjinujmë, anë veç pa buk, ujë, lënë Allah ile se pa ujë s'munë. Dikur është jo pa ujë rri, po pa buk s'në rri. E dikush tani, s'tonin pa kafe, dikush pa cigare, tani shmulja raman gjinimi. Apo me na pa vetë Allah neve, qëka kështë me ndo? Me na pa vetë Allah, sa vakte po tani me i falë, a i shumë dakordun 5. Jo, do me mund t'i këni ketë 5. Do saban, heqe valla se herët, drejkën e falëm, jatësia vonë, do s'na ka vetë që Allah gjithë. S'na ka vetë Allah gjithë, qështu bëni, qështu duhet. Endo pun tjera për te çështjeve bazike të adhurimit, Allahu xhallahu ala ka lënë mundësinë e konsultimit. Konsultohuni. Xhamina po tani më ndriçetoa që atje ku i përshtatet, lidhen njerëzit këtu diskutojnë, ka mos pajtim po në fund ja lidhin kryesë punë për xhamin se diku do të më drejt xhamin. Këtu Allah ka lënë mundësinë për konsultim. Por për adhurim s'ka konsultim. S'ka mu menja s'po ma merë vallaj që mirë është me bo këtë punë. E Allahu se kalun me menja në tema së menjën tona. Që ata është fe e Zotit që legjellë. Sot ka fe që për me shtu i thtar, jo bën qefin. Dit jo ka një punë e ndalume. Sot jo bëjt lume që a bosh me mu. Jo, rast. Kjo së është fe, feja së është parti. Feja nuk është parti, unë ndroj programin tem që me sa ma shumë njerëz, japi premtime, kam ju bo, kështu të po, e në fund si unë bëj kur që veç ju me konë me mu. Feja së është parti. Feja është feja Allahut mandum. A mu i mi ju thonë juve të ndërlozër, veç mosh në xhamin që shto gjithë, apo, veç që shtu mosh në xhamin gjithë, apo. Tani, qatë dëni bëni për djarë xhamis? Veç a mu një mosh në xhamin, a gudzaj mi thonë që shtot? Ja, s'gudzaj.
Që shtu me pa gjamin tonë mësht, sabat knaqet syne, po s'moj me mush gjamin pas duke i thonë që me arë në gjami është obligim. Kush e zbaton, kush nuk e zbaton, një ka punë të veta, falet e shpija. Mirë po, nuk moj mi u bo qefin për me fitu lojalitetin e juaj. E kuptu të finë tonë që është? E për që ta shumë njerëz në përëndim e përënëri islamin si fe se ju pëlqen parimiteti. Ju pëlqen që kjo është fe që s'bën kompromis me qefet njerëzve. Islami nuk bën kompromis me epshet njerëzve. Qysh po ki qefti? Qysh dush të jenë pujtë? Apo, ja s'ka që ashtu. Në shtrohu. Bindu. Edhe zbatoj unë Allah të mënu. Që kaq? Që ta fe Allah, që ta fe Zotit, të vëzni. Në kështë fe njerëzve kjo. Fe teke, fe qefeve. Sot po kthejmë ka kibla, nesër po kthejmë ka filen veni, nesër qarë. Ja. Ki mu këthy ka qabja. Ti në kiamet. Zotit e ka do këtë pun ka marë fund. A në ka vetë? Jo, së në ka vetë. Me në përvejtë Allah ka përdojnë mu këthy, gjithdo popët është këthy ka i tempull e ti. Ka një, ka i diqka. Në ishë mu këthy ka një anë të caktuar me ata. Ska unitet, ska bashkëpunim, ska realizim të objektive së bashkimit. Andaj të nërën vëzër, kur banë në mësën se feja është e Zotit. Kaq. Feja është e Allahu Gjellë Gjellë. As djetartë, as hoxalartë, as kur të që në fejnë të nuk ka drejt me anullu veç pse i teket për me abo qefi njerëzve, me anullu një obligim, nuk ka mundësi. Mundën djetarët nga njëre ndo një obligim me shty për shkak se fetarisht kemi hapësirë për me bëhat mundë, po prap me letë Allahut, prap me fjallë të Allahut, prap me shpallet Allahut. Mundëm. Po vetë, s'voj. Andaj vjen ka njerë dikush me vetë hoxën, e dhe po qërën kështu, bënë si me konë kjo punë pazari. Allah nuk bënë, haram është. Së është ndorë temë. Si për mu, si për ty. Po obligim është Allah, si për mu, si për ty. Allah ka po obligim. Kjo bën fejnë tonë marsurit të mërzë. Kjo bën fej që është fej Allah të mënur. Jo, lojë ndorë të njerëzve. Jo, kush që është dënë fejnë. Që është për ki qefti? Unë e kom qef me pas një fej ku s'ma bën haram rakin, apo më lën ka pak edhe do udhve që ashtu të mos t'i përmendesh me shku ka pak, edhe mos me mështi ma 50 hen gjami, se s'muj më ardhë, a dënë që si fej po, hajde të napë. Jo, na i themi fejën e që shtopë. Do me majtë, mi zë me majtë, udhën qenë e ki, të Allah ki me dalë nesër me do në për këtë punë, ama fej që dënë që kjo fej. Loj, hajgara që dënë, interes që dënë, dikon të tërë, mu është me gjithë. Kurbani këtë në mësën të ndodhë. Dhe Allah Gjellë Levra që ka tha, kul inna salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa mamati lillahi, rabbil alamin. Thuaj, namaz jam, adhurimi, salati, wa nusuki, sakrifisa, kurban jam. Shiko ku ka përmenë, thuaj, namaz jam, kurban jam, jetë jam, vdekja ime, jam për Zotin. Krejt për Allah një bëj. Edhe jetë që shka thona, edhe vdekja që shka thona, nga se aje din më mirë. Nuk është çështje e epshit. Nuk është çështje e kujdes. Kanë ardhur një grup i udhëheqësve të Mekës në kohë të pejgamberit e sa me ofru Muhamedit e sa një ofertë. Një ofertë që e qetëson situatën dhe i bën bashk. E i kanë thonë, na idhujt tonë me lënë s'munëm. A kuptot? Po idhujt, ata drunit, ata cungat, që na i dhurim, ata së një lojmë na. Se që është të këna adhuru Zotna gjithë më. Ama edhe Zotin të se preshtojmë. Aja bojmë kështu. Një vjet e adhurim Allahun qështushti, e një vjet tani ti bashkë më neve e adhurim Allahun edhe idhujt tonë. Edhe jena në regull. As për lam, as shtyjum, as kodgjë. Amën. Si është e përgjigja? A i tha Allahu pejgamberit, që ka njëri maj dashni Allahot. Unë për espëgëj këtë pak më në detale se jemi ka funi, për me kuptu logikën e fejës tonë. Me që ka ndërtojt kjo feja jonë.
Njëri më i dashur i Allahut është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njëri më i dishëm për fe është Muhamedi alaihi salam. Allahu nuk i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Çush duhet bëni atë?" Ti e din. Që të përshtatë çashtu bëni. Ai tha çashtu? Jo. I tha kul ya ayyuhal kafirun. O ju mohus, o ju që zini me besu. La a'budu ma ta'budun. Unë kur një tem nuk adhuraj, çka ju adhuroni? Lakum dinukum waliya din. Ju vazhdoni me t'juën me temën. Zbashkohet kur idhujtaria edhe monoteizmi, besimi me një Zot edhe idhëria kur zbashkohen. Prandaj unë qef kisha pas na më bashku, se jemi familje, jemi akraba, jemi një popull, po mënyra që shpëtoni më bashku e zban. Prandaj ka tregu feja që vijet që ndame i ka do Zoti që levona. As më bashku me mendimin tem, as me tonë. Më bashku me udhëzimin Allahu xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye të ndrodh vëllazër, Kurbani sikur se përmana na solli në këtë mësime. E shumë tjera që nga Ademi alayhissalam tek përmirësimi i vetvetes, e tek luftimi i xhelozisë, e zelisë, e te rrugja e gjakut të një tjetrit, e te Ibrahimi alayhissalam të nështrimi dhe përulje e pa rezervë dhe Allah të mënduar dhe pa vonesa, deri tek kuptimi i drejtë se feja nuk është me teket njerëzve. Shpesh herë udhëzimi fetar bie ndesh me epshin ton, me kujtën tonë. Po s'ka ardh feja me apo qefin kërkujna, po ka me udhëzu, ka me drejtu. Nga se me unvar çështet me qefet njerëzve, s'kish me pas të vëzër, jo veç fe, po as shkencë, as dija, as përparim, as kurqë. S'kish me pas. Përna përshamë mi thonë, mjeku të smutit, ti e ki këtë smuje. Me shkencën tonë, duhet me të peru. S'ka tjetër. Ama qysh po thushtë mi abo? Qashtu qysh thushtë ne e bujmë? A e vetë? Po të jaran duhet me hitë. Qysh dënë, me zëtë nuk shtim në perim. Ama nuk ka zjetë të tërë. Se shkenca qështu e thotë Allah. Nuk mund shti me ndrua të punë. Qështu e thotë? është regull, është legjë. Ti i bindesh, po, që a kime thonë, s'pëlqen heqë. Me qefë së shkana, ama regull është regull. Se e dinë se që aty është shpëtimit, që aty është rrugdala jote, që aty është pushimi i dhimbjeve tua. Andaj e prënan. Që është në gjithë shka? Edhe fëmija në shkollë, sabah, bolë dhimë me aprish gjumin, e që sa mi përflajnë, po, do të me që në shkollë, Allah. Do të me aprish gjumin, se për të mirë në tje me aprish gjumin. Që është e prishme dhe për sabah gjumin, që është e prishme dhe për këtë gjumin. Pse? Se për të mirën tonë është, e pa u lodhë pak, pa sakrific, pa mund, s'ka arritje. E këtë mendësi të sakrificës, këtë mendësi të kontributit, këtë mendësi të lodhjes e mundit në mësën kush, Kurbani, se nuk vinë gjërat gatshëm, nuk vinë gjërat letë, dunjaja i ka vërtësit e veta, dunjaja i ka dhimbjet, i ka mirimet, i ka që dunja është. Së mund marrë dikun këtë dunja dhe gjithë me kondër, atë mirë, asë i dhamë konë, asë i lemë të keqë, së mund është, po nuk ka gjithë lemë i keqë dunjaja. Ka dhe lejmë mirë, përndaj, sa ma drejt e kuptojmë natyren e kësaj vjetë, dhe e kuptojmë natyren tonë, e kuptojmë se sa është madhështore feja jonë, e kuptojmë sa është e bukur feja jonë, e kuptojmë sa na duhet feja jonë, nga se të ndërëz nëse gjithë këtë spjegim që e bënë ndërë me tani, gjitha këto kuptime kaq madhore për jetën tonë, për të sotshmën, për të ardhmen, për shpëtimin e më të tjeshëm, gjitha këto shpjegime unë ndërlidhen veç me një udhëzim fetar, Kurbani, e qka ta mërme me tjertë, për kuptu të se i thar e pjestar i qëfar feje, me të bo krenar, e me të bo gjithmonë me knatësi ti për mboshesh kërkesat e Allah ndaj teje, që fund e krye janë për të mirën tonë, asë njëherë nuk i duhet Allahut adhurimi jonë. Dhe në fund për e përmeni ato që Allah ka për Kurbanin, edhe në aspektin e për kushtimit dhe përfitimit. Allah tha, len jenal Allahe luhumuha wala dimauha, walakin jenaluhu e taqwa minkum. Allah nuk i duhet as gjaku, as mishu Kurbanit. Që i duhet Allah? Allah pret nga ju dëvëshmëri,
zemër të pastër. Ai don që ta keni zemrën e pastër, të mbushur besim. Ai këtë don. Nga se në basë kësaj ju udhëzon, në basë kësaj Allahu ju shpërblen. Tjerat nuk i duan Allahu xhallahu ala. Në fundi çat mirë që kimë thënë ti kimë hungër. Ose kam hungër akrebajit, ose fukaraj i venit tonë. Ju keni me përfitu. Nuk i duhet Allahu azza wa jalla asgjë. Pra e të ndërruar vëllezër, kuptone në përmbyllje të saj se ka ardhur kohë që më shpjegoj tash që fal Bajramin. I kemi edhe 5 minuta deri në falën e Bajramit. Të ndërruar, Allahu ka thonë: Innama hi a'malukum wa fiha lakum. Janë punë që ju i bëni e unë ju mbledhi punë të juve. Kush gjen mirë, dhe thot alhamdulillah, ditën e gjykimit. E kush gjen ndryshe, mos ta qortën askë pos vetes së tij. Nga se adhurimi i njerëzve nuk e bën Allahun më të fortë. Edhe mëkatimi i njerëzve nuk e bën Allahun më të dobët. Allahu është i gjithëposhtetshëm. Allahu është i gjithdijshëm. Allahu është i gjithfuqishëm. E ti nëse don me kon me gjithfuqishmin, e me gjithdijshmin, e me furnizuesin, e me këtë e me atë që janë nga emrat e Allahu xhalla xhelaluhu, nëse do me kon ti me Allahu xhallahu ala me krijuesin, ndjek rrugën e tij. Ti përfiton. Unë e ai e gjithë na si njerëz. Me çdo udhëzim fetar, e një nga ato ishte edhe shpjegimi jon për kurban deri më tani. Allahu xhallahu ala na përmirësoft besimin tonë. Na vëdësoft për bukurinë dhe madhësinë e fesë tonë. Allah na mëson që me ndjek rrugën e Ademit a.s. e Nuhit a.s. e Ibrahimit a.s. e Musait a.s. Isait a.s. pejgamberët Allah xhallahu ala dhe mbi gjitha atje ku janë përmbledh këto mësimet e pejgamberëve. E Allahu e ka ngritur mbi gjithë pejgamberët të udhëzimet e të rruga e Muhamedit alayhi salatu wasallam, se ka thirr kurban dhe Allah i ka thonë: "Fasalli li rabbika wanhar." Falu për Zotin tënd edhe thirr kurban. Ka qenë edhe traditë e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Allah na mëson këtë rrugë me ndjek, me gjithë shpëtimin e udhëzimin, e ndriçimin e mendjes e zemrës në këtë dunja, edhe me gjithë shpëtimin e shpëlimin në botën tjetër. Kaq ishte për këtë pjesë sot. Zoti ju shpërblet për vëmendjen dhe tash më ka ardhur koha edhe mu përgatit për me fal namazin e Bajramit. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.